Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lili në pikërisht në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë një histori me ju. Sot do të ndajmë një histori ndoshta për shumë e pabesueshme, por për mua shumë e besueshme sepse nënat gjithmonë nuset e tyre i shohin si vajzat e tyre, do të thënë nuk kanë nënë që e shikon nusen me sy të keq, apo e shikon nusen për të keq në shtëpi. Çfarë ka ndodhur në këtë familje? Kjo vjerë ka bërë një vepër të jashtëzakonshme. Veshkën e saj ja ka dhënë nuses së saj. Nuk e kisha menduar kur se jeta do të më vinte përballë një prove kaq të madhe. Një provë që do të më mësonte çfarë është dashuria në të vërtetë. Sakrifica edhe falja në thelb. Kjo është historia ime. Historia e një nusie që mësoi të qaj në heshtje, por edhe të shpresoj, sepse një ditë vjera ime më dha veshkën dhe bashkë me të më shpëtoi jetën. Gjithçka filloi shumë qetë, si shumë histori të tjera. U martova shumë e re, me plot ëndra, me zemrën që më rihte fort sa herë hapja derën e shtëpisë së burrit tim. Ishte një shtëpi e madhe, me mure që kishin parë shumë breza, me rregulla të pashkruara dhe me heshtje që duhej t'i kuptoj pa u thënë askush asgjë. Vjera ime ishte një grua shumë e fortë, e rritur me sakrifica, me duar të ashpra nga puna dhe me sy që dukeshin tejet të fortë. Që ditën e parë e ndjeva se dashuria e saj nuk shprehej me fjalë. Realisht në jetë kemi dashuri që nuk na shprehen me fjalë. Mëngjeset i nisa herët si çdo nuse. Ujë i ftohtë në fytyrë, duart që më dridheshin nga lodhja, e mendja që mundohej të ishte gjithmonë e fortë. Doja të tregoja se isha e zonja, se doja familjen e burrit tim, se isha gati që të sakrifikoja për to. Por jeta në thelb kishte plane të tjera për mua. Një ditë e mbaj mend, fillova që të ndjesha shumë keq. Fillimisht ishte një lodhje e pashpjegueshme. Pastaj dhimbje koke, maramendje, fryrje. Është nga lodhja, më thoshin. Edhe unë e besoja sepse nusja gjithmonë lodhet dhe kështu realisht më kishin mësuar. Por ditët kalonin dhe trupi im po më tradhtonte. Një mëngjes e mbaj mend, u rrëzova në kuzhinë. Filxhani i kafes u thye dhe uji u përhap në dysheme si lotët e mi. Më çuan tek mjeku. Fjalët e tij më ranë si një rufe. Veshkat e mia po dështonin. Më duhej një trajtim shumë i gjatë. Dhe në fund, një transplant. Nuk e dija çfarë do të thoshte kjo, por e kuptova nga fytyra e burrit tim dhe nga heshtja e rëndë e vjerës sime, se jeta jonë në thelb kishte ndryshuar përgjithmonë. Ditët e dializës e mbaj mend, ishin ditët më të vështira në jetën time. Orë të tëra lidhur me makineri, me gjylpëra në trup, me mendjen që realisht ikte shumë larg. Shikoja nuset e tjera në lagje që qeshnin, që shtynin karroca fëmijësh, ndërsa unë luftoja të merrja frymën normalisht. Ne të veçaja fshehur azi.
që askush të mos më shihte të dobët. Lotët e mi binin mbi astëk, dhe unë pyesja veten, po pse mua më ndodhi kjo gjë? Vjera ime vinte rallë në spital. Kur vinte, rinte në heshtje. Më shikonte edhe largohej. Nuk më përqafonte, nuk më fliste. Dhe kjo më vriste më shumë se sa më vriste dhimbja fizike. Mendoja në thelb se ajo mua nuk më donte, se isha një barë për familjen e saj për gjën që na ndodhi. Disa herë dëgjova duke u lutur në dhomën tjetër, por kur nuk më tha se për kë në fakt e bënte atë lutje. Kur mjekët folën për transplantin, shtëpia u mbush me tensione. Duhej një dhurues. Familja ime ishte larg dhe askush nuk ishte i përshtatshëm për këtë gjë. Ditët kalonin dhe shpresa zbehej. Unë fillova që të përgatitesha për më të keqen. I thash burrit tim që të ishte i fortë, t'i dëgjonte prindërit e të vazhdonte jetën edhe pa mua. Ai qante në heshtje dhe më shtrëngonte dorën. Një mbrëmje, vjera ime më thiri në dhomën e saj. Zëri i saj ishte i ndryshëm, i lodhur. Ula përballë saj me kokën ulur dhe ajo më shikoi gjatë. Sikur donte të më lexonte shpirtin. Pastaj tha fjalët që unë realisht nuk do t'i haroj kur. Unë jam e përshtatshme. Unë do të jap veshkën. Mendova në thelb se nuk e ndëgjova mirë. Lotët më mbushën syt. Jo, i thash. Nuk mund ta bësh këtë. Ajo u ngrit ngadalë dhe vendosi dorën mbi shpatull, dhe për herë të parë ndjeva ngrohtësinë e saj. Je nusja ime, më tha. Ti je jeta e djalit tim. Nëse ti ikën, ai shuhet. Operacioni ishte i vështirë, orë të gjata pritje, lutje, frikë. Kur u zgjova pash fytyrën e burrit tim të lagur nga lotët. Pastaj pash vjerën time në shtratin pranë. E zbet por me një buzëqeshje të lehtë. Lotët e mi rrithnin pa pushim. I kapa dorën dhe i thash faleminderit për fjalët nuk mjaftonin. Pas operacionit jeta ime më ndryshoi. Fillova të merrja frymëlirshëm, të ecja pa u lodhur, të ndjeja shijen e ushqimit. Por ndryshimi më i madh ishte në shpirt. Vjera ime u bë si nënë për mua. Më mësoi se dashuria nuk të bërtet. Ajo sakrifikon në heshtje. Sot sa herë shikoj plagën time, kujtoj se aty rreth një pjesë e saj, lotët e nuses, të cilët u kthyen në mirënjohje. Kjo histori është dëshmi se ndonjëherë njerëzit që duken të ftohtë kanë zemrën më të madhe, dhe se jeta edhe kur të rrezon mund të të ngrejë përsëri, nëse ka dikë që është gati të jap një pjesë të vetes për ty.